lidhje shoqërore. Aktivitetet të shumta do të ndodhen apo pritet të organizohen tash gjatë muajve të ardhshëm sa i përket Suedisë dhe po ashtu edhe Kosovës. Se në çfarë mënyre do të bëhet kjo do ta kuptojmë përmes bisedën të cilën do ta zhvillojmë me zotrin Xhevat Isufi, që na vjen nga lidhja e shoqatave shqiptare Iliria dhe është anëtar i kryesisë, po ashtu mësimdhënës i gjuhës anëtare apo i gjuhës shqipe. Ne do të diskutojmë jo vetëm për punën dhe profesionin e zotrit Xhevat, po ashtu edhe aktivitetet që kanë mjaft shumë rëndësi si për Kosovën, po ashtu edhe për pjesën e mërgatës që jeton në Suedi, ata të cilët janë të interesuar që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe dhe të mos e harrojnë gjuhën anëtare. Mirëmëngjesi zotrit Xhevat, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, kënaqësi që të jem në televizionin tuaj. Fillimisht i përshëndes gjithë shikuesit tuaj, veçanti e përshëndes mërgatën mbar shqiptare, kudo që është në veçanti nxënës të mi. Është shumë kënaqësi që ju kemi përsëri këtu. Ne di që kemi zhvilluar edhe biseda muaj më parë, ku kemi diskutuar për punën e palosshme që jo, po ashtu edhe shumë mësimdhënës të tjerë po e bëni, por fillimisht të flasim për aktivitetet që ishin mjaft të mira, ndoshta me informu edhe të tjerët në qoftë se munden me marrë pjesë. Lidhja e shoqatave shqiptare Iliria është një asociacion kulturar simur që në programin e saj parimor, parsor, ka rujtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit dhe është fëmiu ai që është në qendër të vëmendjes të gjithë aktiviteteve tona që ne i zhvillojmë në Suedi bashkarisht me shumë shoqata intelektual, individ tjerë dhe tani deri në përfundimin e vitit shkollor jemi fokusuar që të realizojmë kuizin mbar kombëtar Austria 2025 që do zhvillohet në Vijën të Austrisë me 3 maj. Nikosisht është një aktivitet që ne para ca ditësh e kemi mbajtur kuizin tonë të diturisë në Suedi dhe ka qenë një garë mjaft atraktive, mjaft e mirë organizuar me pjesëmarrje bukur të mirë të nxënësve dhe e organizuar në formë digjitale, kështu që ka qenë vërtet një garë e mirë dhe kjo iniciativë dhe nga përvoja jonë që ne kemi në Suedi tash e ca vite kemi marrë vendim që bashkarisht me lidhjen e arsimtarëve shqiptarë në Enfrashi në Suedi dhe një shoqat që quhet Kikiriki, që ishte fitues e vendit të parë vitin e kaluar në garën tonë që ne organizojmë në Suedi, ta organizojmë kuizin mbar kombëtar ku do të ketë nxënës nga Austria, nga Suedia, nga Gjermania, nga Italia, nga Zvicra, nga Greqia, nga Shqipëria dhe nga Kosova. Dhe do të jetë një kuiz mbar kombëtar që vërtet kemi punuar shumë, që ai të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe jam këtu na dhe bashkë me kryetarin Murat Koci që sot nuk është në emision për arsye të ndryshme, por do të dakordohemi, do të kemi takime me institucionet tona këtu na dhe fillimisht... A do të mbahet këtu apo do të mbahet diku tjetër? Jo, kuizi do të mbahet në Austri. Në Vijën të Austrisë me 3 maj. Dhe ne jemi këtu për të dakorduar, për të bashkë organizuar këtu aktivitete. Jo vetëm kuizin, por e kemi edhe vizitën e mësuesve suedez që vazhdojmë bashkëpunimin me institucionet tona këtu na dhe bashkë me institucionet shkollore suedeze që e mirë organizojmë mësimin e gjuhëve anëtare në Suedi. Nikosisht është një aktivitet tjetër që do t'i shkoqisim një nga një, është dita e fëmijëve, është 1 qershori që ajo ditë është e veçantë dhe aty të bëhen rreth 1000-1500 fëmijë, mbahet në ambient të hapët nga shumë asociacione kulturore dhe vërtet është një ditë e mrekullueshme për gjithë fëmijët që marrin pjesë aty. Kush ka të drejtë pra me marrë pjesë? Ç'është bëhet për zgjedhja e nxënësve apo edhe shkollave? Fjala është ne nga Suedia marrim pjesë me 3 vendet e para që kemi në garën që kemi pasur në Suedi, atë drejtë kanë të marrin pjesë ato 3 shkolla apo 3 komuna dhe nga shtetet tjera nikosisht organizohen kuize ndryshme ku organizohen marrin pjesë fitues, në ato vende që s'organizohet është hera e parë që marrim një kuiz mbar kombëtar të diturisë. Dhe nga përvoja jonë që kemi pasur që kanë qenë pjesëmarrës edhe shkollat nga Greqia, të ne kanë marrë pjesë disa herë, nga Austria që ishin fitues dhe fituan drejtën që ta mbajmë në Vijën të Austrisë pikërisht nxënësit e një shoqate Kikiriki dhe kjo ishte arsyeja që ne u fokusuam që ta mbajmë në Vjenë duke u bashkëorganizuar atje me mësuesit shqiptar me lidhjen e mësuesve shqiptar në Enfrashi dhe nikosisht marrin pjesë për herë të parë kemi ftuar nxënësve nga Kosova,
që të garojnë me ne, edhe nga Shqipëria dhe kanë konfirmu pjesëmarrjen dhe marrin pjesë fëmijët mërgjimtar nga shtetet që i ceka me lartë. Uroj që me pas sa më shumë suksese, me gjitha të besoj krejt esenca e kësaj nuk është vetëm me dojnë ndërsa fitues të kuizi, është edhe me pas takimin edhe me pjesën tjetër të mërgatës, se po ashtu edhe me nxënës të tjerë, të cilës janë qoftë të Austrisë, por edhe të vendeve të tjera në Evropë. Mendoj që qëllimi parsor është që fëmijët gjatë kohës që ata ushtrojnë me pyetjet, që janë 5 lëndë simore që janë të inkorporuara më shumë se 200 pyetje janë në gjuhë, letërsi, histori, gjeografi dhe kulturë kombëtare. Dhe gjitha ato pyetje jo vetëm ata nxënës pjesëmarrë që i kanë mësuar, por i kanë mësuar edhe kolegët e tyre gjatë ushtrimeve në klasë. Kuizi nuk është i përhapur vetëm me një ekip nga 10 veta ose 5 veta që marrin pjesë, por kuizi është i përhapur në gjithë shkollën ku organizohet, në gjitha vendet ku dhe nikosisht më jem keq, por shpeshherë më kanë thonë edhe prind, jo vetëm fëmijët që po mësojnë, por nganjëherë po mësojnë edhe ne. Të vërtet shpeshherë dim edhe dim. Shpeshherë ndodh edhe me harru diçka. Dhe kështu që vërtet është një garë anësie të veçantë. Dhe nuk do të ketë vetëm garë ditorie. Do të ketë edhe program që fëmijët do të performojnë në skenë, recitime, valle, pjesë ndryshme, do të ketë lojra shpërblyese, do të ketë gara pas gares, një quiz, kështu një program i përbashkët, njohurie të përgjithshme dhe është shumë atraktive. Ne kemi pasur quizin, kemi filluar dikun në ora 2 pasdite dhe kemi përfunduar në ora 11 të natës. Do thotë një kohë bukur e gjatë që ti mbashën në salë, në skenë, gjitha ta fëmijë, gjitha programet që kemi fokusuar atë. Kurse sa i përket aktivitetit tjetër për mësimdhënësit suedes, cilët do të vizitojnë troje shqiptare, pra jo vetëm në Kosovë, por do të kalojnë edhe në Shqipëri edhe do të kene takime të ndryshme. Pse kjo? Kjo vizit është e një karakteri tjetër, është një vizit që unë kam punuar shumë që kjo të realizohet. Neve kemi pasur bashkëpunim me institucione shkollore në dhe i kuptohet gjithherë, por edhe me institucione shkollore në komunën ku unë punoj në Engelholm të Suedisë, që nuk është vetëm Engelholmi, por aty ka qenë një fokus më i madh dhe kemi pasur me 10 shkolla të Kosovës që kanë vizituar atë komunë me një program një javor, ka qenë një bashkëpunim tejet i mirë, tejet i rëndësishëm për të dy palët, në veçanti për nxënës mërgjimtarë dhe mësues nga dheu që kanë vizituar, kanë pa për ditëshmërinë tonë, jetën tonë, përpjekjet tonë titanike që bëjmë prindërit, nxënësit, intelektualet, mësuesit për të ruajtur e ta mbajtur të gjallë gjuhën dhe kulturën tonë të bukur shqipe. Nikosisht është shumë e rëndësishme që Suedia është një ndër shtetet e para që ka njohur Republikën e Kosovës dhe ne si mësues kemi pas obligim moral që të iniciojmë bashkëpunimin profesional përveç aspektit kulturor që të këmbejmë edhe përvojat metodike, pedagogjike, didaktike dhe nikosisht t'ju themi miqve dhe shokëve tanë, kolegëve tanë suedez se ne vim nga një vend që është pjesë e Evropës, pjesë e Ballkanit dhe jemi në këtë nivel, nuk jemi nga ata që nga njëherë him në një thes, nga ata me një kulturë tjetër që vinë shteteve tjera, ata është mos me qenë, me zangoj, por kjo është shumë me rëndësi dhe ata me kënaqësi dhe t'jenë 53 mësues dhe drejtar suedez nga komuna Engelholmit që do të realizojnë një vizitë studimore. Fillimisht do të takohemi me institucionet tona këtu, ministritë tona të arsimit në Shqipëri dhe Kosovë. Do të vizitojmë 2 shkolla në Shqipëri dhe Kosovë. Shkollat që do të vizitojmë do të kenë kënaqësinë që të jenë pjesë e vizitës prapë në komunën tonë të Engelholmit, ta vizitojmë atë traditën, ta vazhdojmë atë traditën që... Do të edhe këtu shkolla apo këta mësimdhënës do të mund të vinë edhe në... Patjetër, do të kanë mundësinë që ta vizitojnë komunën e Engelholmit, siç thash më parë, kanë vizituar me 10 shkolla nga dheu atë komunë të vogël suedeze ku janë mirëpritur edhe nga institucionet shkollore suedeze, nga shkollat, ka pas program të veçantë për atë vizitë dhe janë mirëpritur nga institucionet shkollore të asaj komune. Për kënaqësi e them që në vizitën e parë kur është realizuar ka ardhur përgjegjja kryetarja e Komisionit për Arsim, ka udhëtuar nga Stockholmi 600 kilometra për të takuar atë delegacion të Kosovës. Dhe kështu që nuk është diçka risi, nuk është e re për komunën e Engelholmit,
Dhe unë mendoj që është shumë e rëndësi që ne të ngrisim ura bashkëpunimi vetëm me një qëllim të vetëm për dëshmuar kulturën tonë, por njëkohësisht edhe për të këmbyer përvojat tona pedagogjike, metodike, didaktike, edhe me Suedinë. Dhe qëse ju përmendni që me shkëmbyer dhe përvoja, sa dallojmë nga mënyra të mësuarit apo të nxënit mësimin edhe metodave që i praktikojmë ne në shkollat në Kosovë me ato që bëhen në Suedi? Shiko, Suedia hyn në radhën e shteteve me zhvilluar në 10 shteteve më të mira të botës që ka një arsim cilësor. Të flasim për Kosovën që tash 26 vite ka dalë nga lufta, por unë mendoj që këtu është bën një përparim i madh edhe pse nuk është për si ta shprehi, nuk është vetë kënaqësia jo, por ka mundësi që të bëhet edhe më shumë, por është një lëvizje më përpara. Sot kemi tabelat e mençme në shkolla, sot kemi integrim tjetër, edhe pse PISA nga njëherë për nxjerr bukur poshtë atje me ato notat, por mbi të gjitha kur krahasojmë periudhat në për cilat ka kalu shkolla shqipe, mësimin e për shtëpia, shkolla shtëpi, në luftë e rënuar 70-80% e gjitha shkollave, shtëpive e tjera, dhe unë mendoj që ka një lëvizje pozitive në këtë drejtim dhe unë shpresoj shumë që do të bëhet mirë. Dhe mjafton që vizitat që janë realizuar në Suedi, unë mendoj që gjithherë kanë qenë produktive për një proces mësimor më të avancuar të kolegëve tanë që kanë vizituar, që kanë pas kënaqësinë. Ata me pavën nga afër se çysh. Si zhvillohet. Por nuk mund të flasim për një krahasim me Suedin, ku mësimi është gjithë ditur, nxënës të ushqehen në shkollë, ka plan programe. Ka filluar dhe këtu në Kosovë disa shkolla. Po, e di, jam në rrjedha të përhershme, nxënës të ekspert ndryshëm punojnë për përpilimin e kurrikulave, testeve mësimore, programeve mësimore, për shembull një njësi mësimore në gjeografi, ajo është për kënaqësi përveç tekstit e ka dhe filmin për atë njësi mësimore, i ka edhe elementet praktike që nxënësi i përdor e tjera. A duhet që ndoshta këtu shemboj ty tregoheshin direkt Ministrisë së Arsimit, nëse ajo miraton dhe nxjerr metoda dhe kurrikula të reja, bëhet krijimi i këtyre metodologjive, apo duhet të tek mësimdhënësit në mënyrë që me i shtyje dhe me hebuorën më atraktive. Në dorë të kujt është tash kjo? Nuk jam kompetent për të dhënë përgjigje të tillë, por unë mendoj që faktori njeriu është qelës mbi të gjitha. Dhe duhet ndryshohet puna dhe veprimtaria dhe mësues që kanë zgjedhur misionin e tyre, po e quaj profesion për mision, ata duhet të fokusohen në një orar 8 orësh, t'ia kushtojnë punës së tyre dhe sot ka mjete të bollshme digjitale, teknike, që të realizohet mësimi shumë atraktiv, shumë i dashur dhe shumë i kapshëm për nxënësit. Dhe këtu ky faktor njeri duhet të integrohet, të përgatitet ende dhe mendoj që ja arrin qëllimit, por prapë po them që ka qenë ministri, ka vizitu komunën tonë, ministri e arsimit. Jo vetëm kjo që është, por pothuajse gjithë ministrat e arsimit dhe gjitha institucionet, sepse kemi rreth 15 ekskursione mësimore që kemi realizuar bashkarisht me institucionet tona këtu, dhe pakta janë ato institucione që se kanë vizitu komunën e Ngelholmit. Për shkak të aktiviteteve, për shkak të mirëpritjes, për shkak të mirëkuptimit që ne dy mësues që jemi aty që i arsimojmë 150 nxënës, unë dhe Florinda Fejza Kumnova, do të thotë kemi arritur që në atë komunë të vogël suedeze, vjushmërinë ta kemi rreth 99% të gjithë fëmijëve shqiptar e vijojnë. Pra në një formë dhe ju e bëni orën atraktive dhe të rëvëne, pavarësisht që është unë mendoj që orët të tjera në zhvillonë në gjuhën suedeze. Unë mendoj që vetë ngritja jonë profesionale, trajnimi ynë i përhershëm, dhe niveli i punës dhe forma dhe metodat që ne i aplikojmë me nxënës tanë, sepse nxënës tanë vinë pas mësimit të gjuhës dhe lëndëve tjera mësimore dhe vinë nga një personel mjaft i përgatitur mirë, me një teknologji të përsosur, me forma dhe metoda mësimore atraktive që për fëmijët janë të kapshëm dhe dashura dhe jo mundoheni. Dhe ne përpiqemi dhe bëjmë të njëjtën punë, për këtë arsye kemi edhe vjushmërinë këtë nivel. Ndërsa në nivel të Suedisë është 53%. Këtë vit, vitin e kaluar ka qenë
dikun 65%, dhe më thonë kemi ramje, edhe pse Suedia krijon kushtet shumë favërshme për zhvillimin e mësimit të gjuhëve amtare. Jo vetëm të gjuhën shqipe, por edhe gjuhëve tjera amtare. Dikun rreth 170 gjuhë amtare mësohen në Suedi. Çkat dhe cilat janë aktivitetet e tjera që mundën me përcjell? Do t'jenë gjatë tërë vitit apo janë në këta muajt në vazhdim? Këto 3 aktivitete që ne do të realizojmë fillimisht është kuizi mbar kombëtar i detyrisë në Austri, është vizita studimore e mësuesve, pedagogëve dhe drejtorëve suedez që do të realizohet në Shqipëri dhe Kosovë, dhe njëkohësisht është dita e fëmijëve që është më e bukura, që me atë aktivitet lidhja shoqatave shqiptare përfundon aktivitetin e vet dhe shkojmë bashkë me nxënës në pushim, vijojmë këtu, vizitojmë familjet tona, vizitojmë bukurinë natyrore, por edhe vizitojmë edhe Bregdetin ton, detin janë dhe Adriatikun e bukur dhe kalojmë pushimet dhe kthehemi. Prapa atje vazhdojmë përditshmërinë tonë, punën tonë, me programet që i kemi në nivel të lidhjes së shoqatave shqiptare, cila është një ambrell e disa shoqatave dhe njëkohësisht bashkëpunon ngushtë edhe me asociacione tjera kulturore në Suedi, në Danimarkë, shpesh herë edhe në shtetet skandinave, por njëkohësisht e lidhur shumë ngushtë me institucionet tona, sepse dora e shtetit është mbështetja më e mirë për mëgatën tonë shqiptare. Uroj që këto aktivitete me shku sa ma mirë, më mbarë, ka diçka një faqe që mundën me ju ndjekin, ndoshta mësimdhënësit e tjera, apo edhe prindërit e këtyre fëmijëve, ndoshta me u bo pjesë aktiviteteve. E kemi faqen, është e hapur, është faqe e lidhës së shoqatave shqiptare, Iliria në të dy gjuhët, shqip dhe suedisht, dhe gjitha aktivitetet tona që realizojmë, programet, projektet, ne i plasojmë në atë faqe dhe jemi mjaft aktiv në këto në punën tonë që bëjmë e proklamojmë përmes rrjeteve ndryshme sociale. Bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit në Kosovë është i mirë? Nuk ka vend për vetëkënaqësi, sepse neve kemi pasur edhe një projekt tjetër që ka qenë shumë i rëndësishëm, ekskluzionet mësimore në dhe që kanë qenë një rëndësi e veçantë për fëmijët tanë mërgjimtar, cilët prindët e tyre kanë lindur. Unë i kam nxënës fëmijët sot i mësoj e nxënësve të mi, dhe prindët e tyre ndoshta kanë lindur në Suedi, flasim për gjeneratën e tretë. Dhe vizitat na dhe ne i dim si i bëjmë. Kanaxhexhe, Synetia, Darsma, ne pushim Bregdet, sa familje, sa përqind familjeve mërgjimtare nuk po dallohen me dhënë nga ta mos keq kuptojmë nga mërgata. Po, se shumica me qënë se janë pak dytë dhe mundohemi me shfrytzu me familjarë dhe në... Sa prej tyre vizitojnë bukurinë natyrore, monumente kulturore, vende ndryshme historike, sa. Shumë pak. Unë kur flas me nxënës dhe me orën e parë, flasim për pushimet verore, pjesa tërmuese e nxënësve flasin për këto ahengje, festa, Bregdetin, bukurit, ushqimet e bukura që vërtet, mirë, por shumë pak prej tyre flasin për këtë pjesën tjetër që është vitale. Dhe 10 orë mund t'ju shpjegosh fëmijëve për luftën dhe ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, po vizita në përkaz është dëshmia më e mirë e asaj ngjarje. Dhe ajo ngelet e përhershme. Prandaj këtu kemi një mosmarrveshje që nuk kemi arritur. Kjo ka qenë aktive më herët. Ka qenë shumë aktive, ekskluzionet mësimore. Kemi diskutuar dhe në studio. Jo vetëm nga Suedia, por nga shtetet tjera. Dhe pikrisht këtë shoqëri, këtë aktivitet që tash po zhvillojmë bashkërisht të kuizit, ne jemi miq me kolegë tanë që jemi takuar në ekskluzionet mësimore këtu bashkërisht me ta dhe jemi bërë jo vetëm nga një shtet, por nga disa shtete. Por ajo që është produktive, që duhet falenderuar institucionet tona, është konferenca me mësues të diasporës që zhvillohet tash e 13 vite në për gjitha vendet të ndryshme, është shumë e rëndësishme dhe atë kanë realizuar për mrekulli, por shpresoj që tash do të ketë qeveri. Do shta le tjetë si një temë e re që mundet me u diskutu në takimin. Shpresoj që ministri që do të vijë do të na kuptoj pak më mirë dhe institucionet tjera dhe do të vazhdojmë me ekskluzionet mësimore që vërtet janë të rëndësishme. Dhe asnjëherë për kënaqësi e them, nuk kemi ardhur pa një drejtor, mësues, pa personel suedez. Dhe sikur mos ishte e rëndësishme, ne mund të vinim vetëm një herë. Por jo të vinim 15 vite rresht. Prandaj edhe kjo ka një efekt pozitiv. Por ajo që është pozitive dhe du të falenderu institucionet tona,
është që të gjitha tekstet dhe mjetet mësimore që i kanë kriju për diasporën, nga njëherë janë shumë të përshtatshme, nga njëherë më pak, por ka material të bollshëm. U jemi shumë njës për punën që e kanë bërë, që na i ofrojnë, na edhe transportin, edhe na i binte se cili mësueste, se cila klasë, mund të thëmë, që e zhvillën mësimin e gjuhës anëtare, tekstet dhe mjetet mësimore, duke fillu herët nga përvojat e hershme që një zyrtar që së mund të kaloj pa përmen Nuhi Gashin që ka dhënë një kontribut veçantë në Ministrinë e Arsimit, atje tash po e vazhdojnë prap atë traditë për t'i nxjerrë tekstet dhe mjetet mësimore në kas për diasporën, prandaj ju jemi shumë e njësë. Uroj që krejt aktivitetet me shku mirë, uroj që gjërat të tilla të mira, sikurse edhe me mjetet shkollore të shtohen edhe më tej dhe të jetë një bashkëpunim mes Kosovës edhe pjesës tjetër diasporës e mërgatës ku e kemi në shumë vende të botës. Faleminderit shumë zotëri Xhevat për kohën, për krejt informatat që i ke ndarë me ne, shumë kënaqësi që u takuam. Edhe për mua ishte kënaqësi edhe ky është një kontribut edhe i televizionit tuaj dhe mjeteve të informimit, edhe institucioneve tona që të lobojmë sa më shumë për prindërit, për t'i bindur prindërit që nuk i dërgojnë fëmijët në shkollë, në Suedi është gjendje më mirë, por kemi në shtetet e Evropës 2%, dhe mos të hezitojnë t'i dërgojnë në shkollë, sepse gjuha ruhet aty ku shkruhet. Ta ruajmë gjuhën e ilerëve, gjuhën e shqiptarëve, gjuhën e Skënderbeut, gjuhën e Shqiponjave. Faleminderit. Ne tani do të ndrojmë temën edhe vazhdojmë tek receta e lindës edhe rikthehemi për të vë fjalë kryqëni pres telefonatat e juaja.